Dhe ja ku jemi bashkë dashërmish në pjesën e parë të emisionit Familja Jonë. Në intron e emisionit I kuptuat materialet që do t'i kemi bashkë nga kjo kohë deri në orat 18. Do të flasim për materialet të ndryshme me mysafir të ndryshëm, ku jemi munduar sot ta kemi një bisedë shumë ma të qetë, pas mundje të rënda, pas zhvillime shëndetësore të cilat ndonjëherë edhe nga ajo që kanë dëgjojmë na shqetësojnë, na japin pak një mundësi të mendojmë, mos I kemi simptomat e njëjta, po kjo është shaj e mirë sepse reflektojmë dhe kujdesemi për shëndetin tonë. Po sot do të flasim për shkrimet, për poezit, për ndjesit, do të flasim për të ardhmen, për fëmijët tonë, të cilët kanë ëndra dhe punojnë në to, por mbi të gjitha me një kënaqësi dhe me emocion të veçantë do të flasim për Familja Jonë. Produksioni Familja Jonë ka 11 vite në treg, por portali Familja Jonë ka tashmë 7 vite. Ishte viti 2019, kur bashkë me kolegen time, miken time të dashur, Agnesa Demaj, kemi vendosur që produksionit t'ja shtojmë edhe portalin Familja Jonë. Portali, I cili është 24/7 pranë juve, me juve dhe punon për juve, me informacione nga burimet më të sigurta, nga mjekët tonë, nga ekspertë fushave të ndryshme. Portali Familja Jonë është bërë thjesht pjesë e çdo familje. Dhe unë shumë shpesh e tham që jemi familja më e madhe në vend, sepse kemi një numër të madh të anëtarëve që jemi bashkë dhe ndajmë të njëjtat shqetësime bashkë. Në 7 vjetorin e portalit Familja Jonë, si çdo vit, kujdesim që me stafin e Familja Jonë të bëjmë diçka më festive dhe ta shënojmë këtë ditë. Para pak ditëve u shënu Familja Jonë si ditëlindje e portalit, por që është njëra prej gazetareve më të reja që ju ka bashkangjit ekipit Familja Jonë, e cila po bën një punë shumë të madhe dhe është përshtatur shumë me frymën e Familja Jonë. Dhe është hera e parë për të që po feston një ditëlindje të Familja Jonë. Është gazetarja ime Bubulina Penny, a e thash mirë? Penny. Mirë se erdhe Bubulin. Faleminderit, Saranda, mirë se gjeta. Është edhe për mua interesant shumë, do me thonë ditëlindjen e parë Familja Jonë të portalit me festuar këtë formë, është shumë unike për mua. Edhe me nëzi po presë me pasë që shka më shku kjo rubrikë sot. Absolutisht është kënaqësi, unë e thash Bubulin që kolegët e mi, punëtorët e Familja Jonë, stafi që janë si një familje shumë e madhe që 24 orë në 7 ditë punojmë bashkë edhe nuk e kemi madje asnjë orar, që dikush e ka më herë, dikush më vonë, punojmë gjithë në një frymë që t'jemi pranë juve. E Bubulina, megjithëse është bashkangjit, sa muaj të bën? 7 tash. 7, në 7 vjetorin e Familja Jonë, po, 7 muaj, sa e mirë kjo. Ndërkohë, unë e problemin më të madh me Bubulinën e kam sa herë prezentoj materialet e saj, tham Bubulina Penny. Dhe kritikan më të madhe e kam që nuk po e theksoj mirë, gjakovarët e kanë këta Penny. Nuk e di sakt. Është diçka që krejt e shqiptojnë ashtu si ti, kështu që nuk është diçka që nuk jam nuk jam me para që ka bëj. As e para as e fundit, nuk je, kështu që mos e shqetëso. Bubulina tregon pak, ke punu edhe punë të tjera, ke punu me ekipet e tjera, me ndërkombëtar, me vendor, por si e gjete Familja Jonë? Po, do me thonë, normal, gjithë shka ka qenë falteje, po kështu për me tregu shkurtimisht, unë me gazetaria marrë prej viti 2020 prej si studente kër i fillojmë këto praktikat. Kom punu në për media të ndryshme, prej mediave lokale, mandej deri në gazetari hulumtuse, pra me media investigative që në Kosovë, mandej normalisht fusha ka pak e komunikimin të publikun, deri sa erdha te Familja Jonë. Për mu, gjatë gjithë karrierës tame më ka pëlqy me raportu për gjona që lidhen me drejtat e njerëzit dhe me mirëqenie sociale. Edhe tu e ditë nashta sot sa shumë raportohet vetëm për skandale, vetëm për gjona të këqija, ose shumica asanëve nashta janë bërë për klikime për shkak që edhe mu nuk kemi media të printune në Kosovë. Kur më ka ardhur ftesa për Familja Jonë, për mu kon diçka shumë e bukur, se e kom ditë çfarë misioni human është, edhe është në të mirën e publikut, po pa kçyr që gjithçka me qenë pa klikime, pa kçyr që sanat me qenë clickbait. Edhe kjo do me thonë më ka shtyr dhe ma tepër që më ardh, kemi raportu vazhdimisht, nashta na nuk është gazetar që vremi shumë, na që e bojmë punën mrapa, mirë po ti e din mas mirë ti që shkon kjo, raportojmë për grupet e marginalizuar, ndihmojmë do me thonë edhe me musafirët në studio me krejtor, raportojmë për shëndetin, për mirëqenien, për barazin gjinore, për drejtat e fëmijëve për krejt. Dhe të gjitha këto të kanë bërë me gjetë veten si një familje të madhe, siç e thashë. Absolutisht, do me thonë, gjithçka ka qenë shumë e bukur edhe që ka rrjedhë ashtu shumë natyral për mua. Është e çuditshme pak, por Bubulina megjithse është gazetare e Familja Jonë dhe përcjell të gjitha këto fusha që tha, unë do doja shumë me provu pak ndryshe këtë pjesën e Familja Jonë. Çdo herë jam unë ajo që ju ftoj, ju do hapësirë, ju bëj pyetje. Do doja shumë ta provoja një intervistë
nga gazetarja jonë e familja jonë, pak më ndryshe për 7 vjetorin e portalit tonë. Ka me qenë shumë knatësi edhe për mu diçka re një befasi, kështu që e shohim. Nuk e di, do me thonë nuk e kam të qartë se si do të shkoj, sepse në këtë rast unë thjesht jam e intervistuara dhe nuk e di se çka Bubulina do ta nxjerr nga shpirti, ndoshta pyetje mote që do më i bë. Po do ta bëjmë këtë ndrim rolesh. A je e gatshme me intervistu Bubulin në këtë përvjetor të familja jonë? Tu e di që je full me surpriza, po. Jo, nuk jam. Jo, jam shumë e përshtatshme si intervistuese. A do donim ti pa probleme, nuk e kum shumë kurse të karrik Bubulin. Do me tonë është raport që ulesh në karrike në musafirit. Po, nuk e di ajo mulqa nejna, jam duke edhe njëherë me shëndritin e kam provu këtë ndrimin e rolit, po dhe ka qenë ma emocion pak ma ndryshe. Faleminderit. Tash. Sa bukur këto. Të ki ma shumë pamje nga kjo karike. Unë isha vetëm juve ju ishin edhe kamerman. Mirë për Saran, tu e ditë që tash për pos ullëseve i ndrum ka pak edhe rolet. Kisha fillu nasha me një hyrje shumë të shkurt që mandej me vazhdu ta mama shtë. Ti unë jam gazetar musafir në këtë rolin që vetëm po të pres. Faleminderit edhe njëherë të nderuar miq të familja jonë, tu e ditë që Saranda është plot me befasi, për mua edhe kjo ka një befasi e re, po shumë e këndshme, nuk isha mujt me i mohu. Tu e ditë që në muajin prill festojmë edhe përvjetorin edhe ditëlindjen e familjes sonë, këtë herë në ditëlindjen e 7 të familja jonë, kisha dashur me ditë prej Sarandës, paka shumë, edhe pse ndoshta gjithmonë e tregon ndoshta vit pas viti këtë idenë se qysh ka lind ideja për portalin, tu e ditë sa shumë çdo vit me qindra mijë ndjekës i shtohen familja jonë, besoj që nashta pak edhe ua kemi bërë çmi ditë qysh ka nis ky mision. Ku po du mund dal, është pikërisht kjo sot nashta raportohet shumë pak për këtë pjesën e vetëdijsimit në shëndet, kisha me thonë. A më tregon qysh nisi gjithçka prej emisionit kalova te portali? Po, prej emisionit nëse kthehemi 11 vite prapa, ideja ka qenë vetëm pasi mbonon, mungoj ke platforma me burimet sigurta për me u informu rreth prindërimit edhe rreth rritjes së bebës, edhe unë sapo isha abonon, tentoja me lexu, ka qenë një platforme vetme që pak më të sigurta kanë qenë ato përgjigjet që na nevojiten si prind të ri, edhe aty ka lind ajo ideja, dona me bë diçka për nana dhe babat, të cilët për hir të parë bëhen prind. Do të thënë fokusi ka qenë prindërimi. Pastaj duke zgjeru idenë, lindi ideja që të bëhet një emision për familjen, se jo vetëm nana dhe baba kanë një ndikim në rritjen e fëmijëve dhe në shëndetin e familjes, dhe pastaj si emision mur shumë lehtë atë tregun, sepse informacionet që hipeshin nga të ftuarit ishin përditshmëri dhe rutina të secilës familje të cilën ku e gjenim veten. Po pastaj portali ishte diçka tjetër. Në 2019 menduam bashkë me kolegen Agnes Demaj që familja jonë atë kohë ishte të shtuneve dhe të djeleve. 2 ditë të javës, 2 orë, nuk është mjaftueshëm për informacion. Dhe na duhet diçka që është 24/7. Dhe 24/7 emision nuk mundesh me mbajt, sepse është e pamundur. Çka mundet me kanë 24/7, marr parasysh që gazetat ma nuk po printohen, edhe janë portalet ato që janë pjesë e jona në telefona, kudo që jemi në zyre, në kompjuter, edhe hajde po e hapnim një portal me të njëjtin emër dhe me të njëjtin mision, padosh me komercial, por që thjesht të jemi informacioni ma i sigurt i çdo pikë pyetje dhe shqetësimit të shtetarëve. Dhe lindi portali dhe kur u lansu për herë të parë, ishte qysh kena me mush, se është 24 orë, që kena me shkrujt, po qatë shumë u rjetëzu letë, kretë mjekët, kretë spitalet, kretë klinikat, kretë sociolog, psikolog, mësimdhënës, organizatat të ndryshme na kanë besu dhe na kanë dërgu informacionet e freskëta prej tëne. Edhe kjo ka qenë ajo që na ka rritë tepër shpejt. Dhe sot, unë them që jemi familja më e madhe, falë bashkëpunimeve që kemi, falë lexuesve që kemi dhe falë shikuesve që kemi. Po, pikërisht për këtë pjesën e përmendëm edhe në fillim këtë hyrje të emisionit, e përmende edhe ti, normalisht është një problematikë shumë e madhe kur e shikon që në Kosovë nuk ka media të printuna dhe gjithçka është online, ashtu nga njëherë na hupe dhe ajo vëmendja se tash
Nashta nuk e kemi gjithmonë atë fokusin me pa videot ma gjata, dojmë gjithçka shkurt edhe qartë mi pas. Tu e ditë që e udhëhesh një platformë kaq të madhe që punon vazhdimisht për shëndetin. Cilat e sheh që janë nashta ato boshllëqet më të mëdha për cilët lexuesët dhe qytetarët kanë nevojë mu informu ma shumë? Çka ju intereson ma shumë e ditë? Nëse dikur ka qenë tabu konsultat me psikolog dhe vizitat tek psikiatri, sot nuk konsideroj që janë në një përqindje më të lartë dhe krejt kjo falë punës së madhe dhe promovimit të madh që është bërë në familja jonë dhe në media tjera, në emisionet të ngjashme rreth rolit të psikologut dhe psikiatrit. Ajo çka ndihem po ashtu e lumtur në ndryshimin që ka bë platforma e familja jonë është edhe vetëdijsimi rreth smundjeve të rënda, siç janë tumoret, kanceret të ndryshme, ku nëse dikur përqindjet më të mëdha të rasteve kanë qenë që janë diagnostikuar në fazë të vonshme, sot ne janë një përqindje më të madhe që diagnostikohen në fazë të hershme, shpesh kemi edhe një përqindje në rritje të parandalimeve dhe identifikimeve në fazën fillestare, krejt ku ndoshta nuk ka nevojë as për kemioterapi dhe kjo është lajm shumë i mirë sepse njerëz po bëjnë analiza, njerëz po bëjnë check-up, njerëz po rrin gati shëndetit vet dhe ajo boshllëku që ti e quan më i madhe është që shumë shpesh simptomat që një i ftuari mi tregon për një problematik ndoshta shumë të thjeshtë, shpesh kanë qenë ai hinti kryesor i njerëzve që na kanë shkruar, unë kam çet simptom, ku do na më shkruaj, na e kemi orientu, shiko, ty të duhet, si më thoni, kardiolog, një hematolog, një pediatër, ne kemi orientu, se shpesh edhe orientimi ka qenë i mangët, mjeku familjar ose internisti, një kohë kanë qenë ata që e kanë kontrollu pacientin, e kanë dhënë diagnozën edhe aty kanë betë. Sot janë vetëdijsu, fal mediave në përgjithësi, e sidomos fal platformës familja jonë, janë vetëdijsu për çdo simptom çfarë mjeku duhet me kërku dhe kjo mban me uni shumë mirë. Ti për mirë. E përmendë do me thonë ashta kryesisht edhe për çka është informu publiku mas shumë. Ti po e mbaj mend do me thonë për krejt ata që përcjellën në familja jonë, po edhe ne gazetarët që jemi në sfond, e shohim në çdo emision do me thonë për pas pyetjeve që i ki ti për çdo profesionist të shëndetësisë që vjen, janë edhe ato pyetje që gjithmonë ti kërkon publiku. E këto kisha dashur një ditë nashta cilat tema ti kërkojnë më shumë, ti a ke më shumë kërkesa prej nanave të reja apo prej njerëzve më të moshun apo prej cilave kategori më shumë ti kërkesa? Se para disa viteve, ma shumë na kanë shkrujt ma në mosh, për shembull gjyshet, shpesh na kanë shkrujt gjyshet, sepse nuk sa gjyshe bëhesh edhe me 40 vjet, me 45, por na kanë shkrujt, a mendon ti se është e mirë që nona nuk po i jep për shembull krip edhe sheqer, sepse me këto metoda të reja, do të thonë, ka qenë ai konflikti i gjeneratave që ala nuk e kanë gjetur atë gjuhën e përbashkët. Sot është ndjenja më e mirë që na japin sepse pyetje të temave për fëmijë për shembull, kemi bara sa prej nanave, sa prej babave. Është fantastike në mënyra se si ka ndryshuar qasja e prindërimit edhe tek babat. Nëse dikur baba ka pas një rol shumë, një qasje shumë të mirë dhe të afërt me fëmijën, ka qenë ai kryefamiljari që është kujdes për financat, për plotësimin e dëshirave e të tjera. Sot ka baba që na shkruajnë edhe për si ndrohet pampersi, a mundesh me pyet, a ka mujtun e me lëndu diçka shpinën e bebes gjatë kohës, a ja kam ndru pampersin. Do me thonë, kemi pyetje të natyrës që shpesh, e kam thonë edhe në një emision i ditë, shpesh edhe te mjekë ku shkojmë, friksohemi me i bë dhe pyetje se mendojmë që janë pyetje pa lidhje. Thjesht nuk ka pyetje pa lidhje. Çdo shqetësim që kemi si pikë pyetje në tru, është një pyetje shumë e lidhje dhe gjithmonë duhemi me bë. Edhe te familja jona kemi pyetje nga më të ndryshmet, po mas shumë të target grupi i temave, propozimeve dhe pyetjeve është rreth smundjeve maline, se është në rritje edhe smundjet maline përfshin një numër të madh të qytetarëve për shkak edhe të gjenetikës, shpesh kemi pyetje, ftoje një mjek, fol për këtë temë, fol për çështë shqetësim, edhe na gjithmonë mundohemi me u bazuar në çdo të diele, kur shkan emisione, hyj te familja jone dhe i shoh pyetjet edhe njerëz që na shkruajnë. Edhe shoh një përqindje më të madhe çka na ka shkruar. Nëse ka për shembull ftojë një hematolog dhe fol për këtë problematikë, unë mundohem që atë javë ta kem një hematolog edhe përmes mjekut me u përgjigj aty në shqetësimeve, se unë nuk jam profesioniste shëndetësore, edhe unë nuk muj me hime, po shiko merretini, nuk muj me bon, krejt që ka muj me bosh me orientu për këtë problem që pasket, kisha rekomandu me shku të një hematolog. Nëse ta në më pysen, a një ati një hematolog, ose një kardiolog, ose një ginekolog, unë ja do një listë të mjekve që unë i vlerësoj edhe kam një mendim që ata janë me të vërtet profesionist në fushën e tyre.
Po më pëlqen edhe kjo pjesa shumë që tash do me thonë kur pi shpjegon këto me përmbajtjen e emisionit, pe fillojnë asha mi vret pak që edhe kanë fillu mu hek këto generalizimet, stereotipet, pra shumë mirë që ndikon edhe te kjo pjesa e vedisimit shoqërisë që me jetë me hapin e kohës. Po më kujtohet edhe para pak emisioneve ki përmend që nashta shpesh vëmendjen e kemi gjithmonë të tjerë të ka njëherë harrojmë që ka na pëlqen të vetja. Kisha dash një ditë edhe unë vetë si gazetare jotja, si kolege jotja, ty cilat temat pëlqejnë më shumë ti, cilat i trajton me më shumë ti knatësi në familja jonë? Le që i trajtoj me shumë knatësi këtë tema, po lexoj aq shumë bubulin 1 ose 2 ditë para emisionit, sa që shpesh ja nisi me mendu që me mftu dikush me fol për qatë pjesë shëndetit, jam eksperte se e bëj me shumë dashni janë temat e fëmijëve. Do me thonë e dashuroj çdo temë informative që ka të bëjë me rritjen e fëmijëve, me mirëqenien e tyre, me shëndetin e tyre, me shëndetin mendor, çdo gjë që ka të bëjë me fëmijët, unë shkrihem edhe jam pikrisht zero profesionale, ta them, thojza, nuk e luj rolin e moderatores, e luj thjesht rolin e nanës, edhe i bëj krejt pyetjet e mundshme që një nanës e një bab mundet me i ban karshi një pediatër ose psikologut fëmijëve ose ku ta diun, sepse janë temat cilat nevojiten edhe në jetën private dhe i bëj me shumë dashni. Po më pëlqen kjo shumë. E shenë të ardhmen. Kështu, tu e dit, e përmenda pak ma herët nashta atë punën që na bojmë sfond ka njëherë nuk vrejet. Po do me thonë, tu e dit të përtali familja jonë, po edhe kur i prejmë vitet e emisionit e kredito, po edhe kur përkthejmë për shembull, për pos intervistave na që i bojmë me profesionistë shëndetësor, shpesh na bjen edhe me përkthy për shembull njoftime që i bën organizata si OBSH-ja, apo të tjera UNICEF-ja, apo çfarëdo institutet e tjera nashta që janë edhe ndërkombëtare. Ka njëherë vrej është halo kjo nashta mungesa edukimit me djalët e publikut që e lexojnë veç lajmin edhe me njerë futen me komentu ose me gjyku, ose nuk e shikojnë videon deri në fund, ose nuk e paramendojnë që okej, kjo është vetëm një pjesë e shkputën e emisionin e plot me detaje e gjenë në YouTube apo kudo tjetër. A shesh shumë kësi probleme edhe para gjykime edhe kisha dosh mi ditë tu e pas parasysh sa shumë mundohesh me qenë pozitive. Qysh ja del me këto komentet negative edhe para gjykime që munden me qenë lidhe me përmbajtja? Fillimisht kur bën shumë vite karrierë në medium, bash pak i mon prej komenteve. Megjithëse familja jonë, kështu në përgjithësi si koncept, edhe unë personalisht si Saron, nuk kemi shumë komente negative, nuk kemi persona që shohin ose që kemi ndaj kritik, për shembull këtë mjek se kemi kuptu se ka fol me terme shumë, kemi të lloj të tillë, po jo kështu direkt për emisionin, po ajo po, kjo është mas shumë të që thamë bre ofre, pse do të gjithë krejtve njëjtë përgjigje mja këthy, se kur thot, çka është kjo, unë se kuptova veç 1 minutë ke video, okej, tani unë jam kthej, që videon 1 minutë që e ke pa, mundesh me gjetë të plot në Facebook ose në YouTube, e gjenja që i linkun. Do me thonë pak pritojnë me i me ullumtu me gjetë të kanale, dhe me gjithësone çdo emision e thamë, komplet emisionet tona e gjeni në kanalin tonë zyrtar në YouTube, familja jonë. Nuk e dia haroj nëherë me thonë gjithmonë për këta persona që e shohin një prerje dhe fokusohen te ato dhe thonë po mbet në gjysë informacioni. Na thjesht kjo ka qenë arsyeja e portalit, që me ka 24/7 aktiv, dhe ata të cilët e shohin një pjesë 1 minutë, 2 minutë, 3 minutë, që është një informacion i shkurt, po që mundet me na e punë, po që nëse dojnë me zgjeru që atë informacion të njëjtin emision, me qatë datë, e kërkon në YouTube, familja jonë, i keni të gjitha emisionet e listune të plota, të ndara, me pjesë zamet, që bubulina, krenarja dhe komplet stafi jonë i punojnë çdo ditë. Po. Ne vetë se jemi mësu, do me thonë, këta tash normalisht e kemi parasysh që ndodhë, po me gjitha këto vite përvoj që i kenë gazetari, kisha dosh në shapak edhe një mesazh për këta gazetarët e rinë, sidomos për gazetarët gra dhe vajza, se unë vetë, sot dhe që jemi gjenerata të reja, unë vetë i përkas një generate që si fmi, kur kom tregu që du mu bo gazetare, nashta ashtu të shoqëria rreth i kanë thonë nuk është punë për gra. Po, absolutisht. Kisha dosh tu e dit, normalisht, tu e dit sa shumë ke arrit ti edhe me kriju diçka tondën, po edhe i ke përjetu krejt punën të
teren, gjitha shkallë të shku. Nashta më kishë interesu shumë një mesazh për krejt vajzat e reja që na dëgjojnë, që na shantarë më synojnë me qenë këto këtë vend ku jemi unë e sot. Po, me fillimisht media mundëson me qenë zoni i një realiteti që ndodhë shoqni, e shumë shpesh media mundëson ndryshimin e një realiteti që ndodhë shoqni, duke ngritë zonin kur ka padrejtësi edhe kur ka sidomos të kjo pjesa e barazis gjinore që përmendet ti, por edhe kur ka mangësi informacionin, a e dim që në fshatrat e thella Bubulin ka dhe mangësi të informacionin për mirëqenien e një shtatzane, për lindjen e një foshnje, për diagnostikimin e hershëm të fëmijëve që janë me spektër të autizmit ose ku diun, ka pas raste edhe që i kanë fshirë vetëm për shkak të mos informacionit. Dhe nëse ti, një vajzë e re që po na ndjek, mund të bëhet zoni i krejt këtyne problemeve, pse më jam mbulu vetës atë mundësi humanistike për me realizu edhe me qenë zoni i krejt që atyne që ka nevoj për një zo. Gratë din me ngri zonin shumë mirë, profesioni i gazetarisë është absolutisht i denjë për gratë, mund të tingëlloj pak i vështirë kur në fazat e prindërimit mund të jesh në mes të a jam nanë e mirë, a kam kohë mjaftueshëm për fëmijët. Unë i kam balancu të dyja, edhe me të dy fëmijët, edhe me familja jonë, edhe me komplet profesionin tim. Nuk e kam pas der familja jonë, unë kam punu në teren, nashta ka pas rast kur në 6 mëngjes kam shku në punë, edhe jam kthy njasën 2 të natës në banesë, sepse ti ke pas terene të largta, krye kthy me montu kemi kod gjatë edhe ke pas nesër mëngjes herët me transmetu në program mëngjesit. Është një profesion i vështirë, po unë gjithmonë e them punën që e dën nuk është punë, e punën që e bën për pagesë është një punë që kurrë s'ke me dashur. Domethënë veç këto çalojmë te ata që e bojnë profesionin e gazeterisë për me qenë veç të famshëm, sepse pja jep mundësinë, ata nuk e dojnë terenin, mundin, punën, sfidat, oraret e gjata, ata nuk e dojnë gazetarinë edhe për ata gjithmonë ka me qenë profesion i vështirë, edhe gjithmonë ka me qenë profesion sfidus, edhe gjithmonë ka mi pengu në realizimin e të qenurit gru, nan, vajzë, role tjera sociale që i kemi të gjithë prej neve, a nëse ti e dën gazetarin për punë, për mision, normalisht që benefit është edhe rroga që e merë, sepse na gjithë jetojmë për një mbijetesë më të mirë, për një rrogë më të mirë dhe punojmë në drejtim. Po nëse punën e bën për profesionin dhe misionin që ka, edhe pagesa është e mirë, edhe qetësia jote është gjithmonë në nivel. Nëse e bën pa e dashur, po vetëm për me marrë një pagesë dhe për me marrë një famë, kur rahat me atë profesion që më bëj, qoftë edhe profesioni më i lehtë i mundshëm që mundet me qenë. Te kjo pjesa mesazheve, kemi mu këthy prapë, po më fillim për mi thy pak këtë pjesën, kisha dosh me të pyet diçka që nuk e dija ke pritur se jo, po cila prej recetave të Lenës është e preferuara jote? Se e di që është jo vetëm rubrika jote e preferuara, po e krejt shikuesve, se po na edukon shumë mirë në këtë pjesën, edhe shëndet shumë, po edhe shishëm. Lena, o zot, më ka marrë malli për Lenën shumë, e përshëndesim në shtëpi me bebin e saj. Recetat e Lenës për mu kanë qenë me të vërtet, a di sikur aja fleta vula, çdo recetë e saj është një vull që unë e kam provu në shtëpi, edhe fëmija e kanë pëlqyer, edhe u kanë e shnetshme, sepse ka shumë rëndësi, na shpesh arsitohemi, garant edhe te e gjen vete që shke pjesë e kisha përgatitur që recetë, po shumë produkte jo spigjej, jo diçka ku shohim në internet. Elena është çaq trike e bën këtë punën se i merr do produkte që janë lehtë me i gjetë, edhe do produkte që janë sezonale që ti s'ki shans më arë se tu me thonë, po jo se s'është që kjo. Lena gjithmonë i ka përshtat recetat me produktet sezonale edhe i ka përshtat me ato që i gjen lehtë në çdo lagje. Receta e preferuar që Lena ma ka mësu edhe që unë shumë shpesh e gatuj të shtëpia është njëna prej që e gjeni në YouTube, nuk e di që ka pas emrin sipas Lenës, sipas me u konë një gjellë me perime gjithologe, ja po isha, sepse ka pas patate, perime të gjelbërta, të kuqe, mish, edhe çdo gjë kanë e bukur me pa për synin, edhe e bollshme, me vitamina, me minerale, me turlitav, ndoket Lena i ka thonë, nuk pe maj mend sakt atë termin e Lenës që ja ka thonë, mdoket turlitava, është diçka. U ka një prej recetave më të shishme, unë e praktikoj shumë, madje në Ramazan, kërë kom ftu mysafir, e kom gatu për 2-3 mysafir të ndryshëm gjatë iftareve dhe gjithë e kanë pëlqyer.
Pra, ta po them nuk je vetëm se edhe tonë ka ndru shumë këtë perceptime. Presim Lenën edhe pak në studio ku t'na kthehet pas lindjes. Në fakt edhe tonë Lena ka ndruar perceptimin se gjithmonë është kjo ideja që nashta jetesa e shëndetshme është gjithmonë e shtrejt, po sidomos e shtrejt, po mandej na ka mësuar që jo, mundesh me pak gjana me mrrisën që ty të bojnë mirë dhe në të ardhmen kemi falenderu veten që kishku na atë rrugë. Po për me kalu prej Lenës të një kolegë tjetër, kisha dash, është një kolegë që nashta vit pas viti e ki pas këtu pranë teje në çdo përvjetër, kisha dash me ditë sa po të mungon shëndriti. Shëndrit lumi, ma mërmendja. Mas pari është të na bërë shumë krenar krejt neve që njohim në formatin që është, ka tregu një edukat të jashtëzakonshme, njëjtësisht ka tregu edhe në familja jonë një djalë të mbar, të edukuar, një punëtor që ai me të vërtet ka qenë tipik ai punëtori që sa herë i ka shkru, dhe më thonë është ja alarmi, gjithmonë ka qenë i gatshëm me u përgjigj, edhe unë e di se edhe për ty edhe për krenarin, ty të ka ra ma pak me shëndritin, ty në tjerëve ju ka ra ma shumë, është pikrisht njëni prej kolegëve që i ka dhënë edhe frym tjetër edhe ide tjera edhe kreative familja jonë. Këto kemi pas mundësi, këto që e këm pa unë dhe na si kolegë me shëndritin, kanë mundësi me pa krejt shqiptarë tash në formatin e reality show që ai po bën pjesë. Normalisht po na mungon shumë batutat e tij, puna e tij, ai ka qenë edhe goxha strikt kështu kur ka dash me bë diçka, edhe mu ka harru shpesh rolin, për shembull ku jemi, edhe mu shpesh më ka thënë sa dush me bësh ta dhe dush me kry deri në ora që ka, edhe unë kom gjetë veten ta, okay, çe për pak. Më thonë se idetë e ti janë kanë qaq kreative, sa që ti s'ke mujtë edhe me i thonë jo. Normalisht po na mungon, po një sen është shumë i sigur që ai po qëndron atje edhe po del me ftyrë, edhe po del me një edukat, edhe po del me një imazh shumë të mirë, edhe që na si kolegë të gjithë jemi shumë krenar që kemi pas kolegë edhe që kemi punu me ta. Pa tjetër. E përmenda edhe ma herë që kemi mu këthy prapë këtu të fundit e kjo pjesa e mesazheve. Që kam ka pëlqy të familja jonë është kjo pjesa që e kemi tregu gjithmonë edhe atë anën humane të mjekut, se normalisht nga njëherë në bazë të eksperiencave të pakanshme që kemi mujtë mi pas, e kemi kriju nga njëherë atë generalizimin që ndoshta nuk kanë gjithmonë kohë ose nuk mundemi marrë shërbimet më të mira, po këtu e kemi vrejt anën ma humane të mundshme edhe ma edukuse të mundshme. Cili kishte qenë mesazhi jot për krejt mjekët, jo vetëm ata që bashkëpunojnë me media apo që janë miq të familja jonë, po mjekët në përgjithësi, krejt profesionistat shëndetësor? Fillimisht, familja jonë përveç që është një platformë informative, edukative, është edhe një platformë që ka qenë dorë për shumë familje. Kur po them dorë, kam fjalën e aspektit të humanizmit, komplet ekipi jonë shumë shpesh jemi kanë pranë familjeve në nevojë, edhe jo në nevoja vetëm sociale, ma shumë kemi qenë fokusuar në nevoja shëndetësore. Krejt mjekët të cilët bashkëpunojnë me familja jonë, që janë mes të platformës tonë, gjithmonë janë përgjigj pozitivisht tek rastet sociale. I kam telefonu, kam thonë kam një familje që ka nevojë për një check-up, një imazheri, analiza, intervenime të ndryshme që shpesh kanë pas një kosto të lartë, asnjëherë nuk kam marrë një përgjigje jo nga këta mjekë të cilët i kam telefonu. Janë shumë, nuk i kisha dashur me i përmend me emra sepse mund t'i përmendi disa dhe të harroj ndonjë emër dhe jo për nga rësia, po për nga ndoshta emocioni sa që flasim për këtë temë, por gjithmonë janë shumë human, përveç profesionist. Mesazhi jam kishte qenë për gjithë ata të cilët hala nuk kanë pas mundësinë me qenë pjesë e familja jonë, le të na drejtojnë, le të na shkruajnë, le të na zgjerojnë edhe neve rrjetin e mjekëve, sepse ka mjekë edhe në komuna tjera të cilët ndoshta si kemi takuar se nuk i njohim, le të na shkruajnë te familja jonë, gjithmonë kanë të hapur derën e portalit edhe emisionit familja jonë për me qenë pjesë e familja jonë, dhe po i kisha ftuar krejt ata të cilët kanë mundësi me na ndihmu tek rastet sociale, me na ndihmu sepse na sot mund të shpëtojmë jetën e një fëmije, një të moshuare, një nane, një babe, e kujdo përmes thjesht një ta themi me hap derën për një nevojë. Edhe nuk na kushton kur gjë nëse një pacientit ja gjejmë një shërbim gratis, edhe ja shpëtojmë jetën ose ja ndryshojmë jetën komplet. Po fatmirësisht kemi shumë njerëz që janë humanista në këtë drejtim.
Patjetër, edhe ajo çka kisha dash në shami përmend, mja ashtu asaj çka tha ti, kisha dash normalisht mi theksu edhe njerë për publikun që të pjesa e portalit e kemi këtë rubrikën që e kemi emru rubrika e letër njoftimeve, ku janë të gjitha detajet, do me thonë edhe kontaktet e mjekve, edhe pozitat që ata i kanë, do me thonë sipas profesionit, ku publiku mundet shumë lehtë vetëm u qas tek portali Familja Jone dhe mi kërku mjekun sipas kategorisë profesionit, edhe aty ka çdo kontakt të mundshëm. Pse jo diçka që lehtëson publikut. Për fund kisha dashur me ditë nashta mesazhi jot për krejt shikues edhe lexues ton cili kish qenë. Para se me dalte mesazhet tek kjo pjesa e letër njoftimeve Bubulin, ka qenë rubrika e parë që e kemi kriju në portalin Familja Jone me Agnesën, kur e kemi ideu komplet këto. Sepse ka qenë e vështirë me i gjetë mjekët, edhe gjithmonë ka qenë përshëndetje sa ronda, a mundesh me ma gjetë kontaktin e këtij mjeku ose atij mjeku, dhe kemi thonë duhet me bëna diçka që te Familja Jone me u gjetë kontaktet. Edhe letër njoftimet ka qenë rubrika e parë e mendunet e portali. Edhe është një prej rubrikave më dashuna, sepse klikohet më shumë, aty kërkohen dhe gjenden kontaktet edhe mjekët të cilët se cilit e nevojiten. Në ndërkohë te mesazhi për krejt ata që po na ndjekin është në ne me qenë me neve, me Familja Jone, me vazhdu me na besu, me vazhdu me na shkru, me vazhdu me qenë pjesë e familjes tonë të madhe, dhe çka është shumë rëndësishme me qenë shumë korrekt me veten e tyne. Kur po them me qenë korrekt me veten, po nënkuptoj që jo çdo herë ChatGPT-a, Google, lajmet e përkthyne, jo të besueshme mund të jenë orientimi i saktë për shëndetin tonë, dhe këto mund të na kushtoj goxha shumë nëse bëjmë diçka gabim. Mund ta përdorim edhe ChatGPT-n edhe Google edhe çdo platformë tjetër për orientime, por asnjëherë për vendime. Shumë ma shumë i bani mirë vetes dhe nder shëndetit juaj nëse ndëgjoni intervistat e mjekëve që bëhen për shembull në Familja Jone, ose intervistat që shkruhen në Familja Jone, do që janë nga ekspertë që punojnë çdo ditë me pacient. Ndryshe është me ndëgju kardiologun për një këshill, ose gastroenterologun ose kodadion, ndryshe është me marrë një lajm të përkthyne ose një si TikToku, një video reels që del dikush edhe thotë, ja Trisha, jo veç pak, qetësohu, merre, shikoj ai person që po ndëgjon, a është profesionist, a është i fushës, a është i duri, mos përdorni këshilla të cilat nuk janë të identifikuar nga profesionist. Dhe asnjëherë, që e tham shumë shpesh në emision, mos eksperimentoni me terapinë e dikujt që i ka bë mirë, edhe jo pa shku te mjeku dhe me marrë verzionin nëse ju keni nevojë për atë terapi, jo, pavarësisht që simptomat mund të keni të ngjashme. Këtu e kam pikën tem në dop që të referohemi dhe të drejtohemi vetëm nga profesionistët. Familja Jone kujdeset që profesionistë shëndetësor me qenë gjithmonë më të mirë dhe më profesionistët, edhe me arë me dhonat verzionin e tyre profesional të përgjigjeve në çdo pyetje dhe shqetësim të shikuesve tonë. Sarand, unë nuk kom asnjë që kam vështu se i tha krejt, kështu që të kisha falenderu Spari për këtë rubrikën interesante, nuk e di nëse të Çfarë ndjeve? Interesant është. Normal, neve gazetarëve gjithmonë na pëlqen kjo pjesa kur duhemi me intervistu dikon, po me intervistu moderatorën që gjithmonë është ajo që i bën pyetjet, për mua ka diçka re. Po Çaj u ka rrik qep shumë informacion diçish. Edhe rahati. Edhe rahati. Kështu që ta uroj edhe një herë për vjetorin e portalit të Familja Jone. Është kënaqësi edhe për mua si pjesë e ekipit me kontribu në informim të mirëfillt, edhe në mjë dhonë zokret atyne që kanë nevojë më shumëti, edhe që nga njëherë është ajo e mira që ka plot iniciativat mira në shoqëri, po që nuk i dim, se nashta nuk promovohen mjaftueshëm, edhe prej kësaj studio këtu nashta edhe unë vetë si gazetare i kom mësu shumë kauzat mira për shoqërinë edhe vendet mira ku na mundemi me shku edhe me marrë shërbime jo vetëm mjekësore, por edhe të tjera sociale. Kështu që ka me qenë kënaqësi me vazhdu punën së bashku, edhe të falenderoj shumë. Shumë kënaqësi me të pas pjesë të ekipit Bubulin, edhe i ke dhënë edhe goxha harmoni ekipit si një vajzë që edhe ka një humor të pretë, përgjithësisht që varshuhen për humorin e tyne, po patjetër që para se ndohemi nga kjo bisedë, do doja shumë që bashkë nga kjo studio ti përshëndesim, ti falenderonim për kontributin që bëjnë të Familja Jone, gazetaren Krenare Hoti, të gjithë kolegët tonë Gent Fondaj, Adonisi, Elnisi, Bludina Brajshori, Preka, kush krejt kamermanet këto regjia të cilët mundësojnë çdo ditë dhe çdo herë emisionin Familja Jone,
Kanë kam harru shëndritin që s'na ndëgjon. Lenën, o zot Lenën, pa tjetër e përshëndesim shumë, edhe shumë shpejt ka marrë, pash me bemen, se s'mundemi pa ta. Për pa tjetër që familja jonë ka një gamë të gjarë të gjanë të njerëzve që duhet mi falendru, mundova ekipin që punojnë 24/7, dhe faleminderit këtë atyre që na besojnë dhe janë me neve. Faleminderit shumë për këtë ndjesi të veçantë që ma dhe sot në intervistën që banëm bashkë, në këtë ndrim rolesh. Normalisht është shumë emocion me folë për familja jonë, për mu çdo herë dhe krenari. Hala ma gjësi e mirë është kur juve ju shoh që flisni me kaq dashni për familja jonë dhe e di sakt që misioni jem ka shku në vend, sepse rinia dhe këtë ata që punojnë për familja jonë e din që sa e shejt është me qenë pjesë e familja jonë. Kështu që të falenderoj shumë që na u ke bashkangjitur. Faleminderit, Knacia, ke gjithashtu edhe imja. Ata vojta shumë atë outron fiteje Vëvolin. Po, bane. Faleminderit shumë Vëvolin. Në ndërkohë, ne do të shkojmë me rubrika të tjera. Unë do të shkoj te karika jem dhe do ta kemi të ftuar Nahar Moko, një shkrimtare e vogël, por që sot do ta ftojmë në cilësinë e moderatores. Ajo se fundmi në shkollën e saj ka filluar një podcast. Se për çka bëhet fjalë kuptojmë pas pak.